Më herët ju bë me dije se protagonisti i dytë në Gjithçka Shqip do të jetë këngëtari Ardian Trebicka. Ai ka ardhur tek ne me një intervistë ndryshe, tham që ishte origjinal. Vërtet është i tillë edhe në muzikë, edhe në rrëfimin që ai pati tek ne. Ne ndjekim intervistën e realizuar me këngëtarin Ardian Trebicka, gjithashtu dhe një klip, një këngë shumë e bukur e këngëtarit në fjalë. Një natë e priliqe dhe që dispare kur vajza doli dhe lule soli ati që donte sëmra e saj. Në fakt, fansat e tu, po përgjithësi ata që dëgjojnë muzikën tënde, të konsiderojnë si shumë shpirtëror në artin që sjell. Çfarë të frymëzon? Në përgjithësi unë mundohem të jem vetvetja, mundohem të jem original për atë çka përcjell. Pastaj se gjithmonë është publiku ai që jep vlerësimin. Si mendoni, çfarë keni si armë të fortë që ju bën origjinal tek publiku? Si armë të fortë kam vërtetësinë për atë çka unë këndoj, për atë çka mendoj mbi të bërin art. Me pak fjalë, në vetvete arti është filozofi. Pse Ardiani zgjedh të bëjë muzikë ndryshe nga këngëtarët e tjerë? Ka një stil ndryshe. Do thojë që është stil unik vetëm joti apo? Jo, nuk do them që është vetëm stilim, në përgjithësi është stil meszetar, mediteraneo, por jam ndryshe. Jam ndryshe sepse besoj që dhe këngëtarët e tjerë në vetvete janë ndryshe. Çdo këngëtar përcjell atë çka ai është vetë. Çka kam fituar nga kjo ndryshe? Kam fituar këtë pyetje që ju më bëni sot që unë jam ndryshe. Ardian, pak më përpara se mos i largojmë frymëzimit. Artistët tonë frymëzojnë nga nata, nga gjithçka që i ndodh në përditshmëri. A ka ndonjë person apo individ në jetën tënde që vërtet frymëzon edhe fundit kur ke një material ja beson të parit për ta dëgjuar ose të pares? Të parit, përveç stafit me të cilin unë punoj, me kompozitorin Ilian Miali dhe poezit nga Armand Trebicka dhe stafi i cili realizon albumin Instrumentistët, personi i parë është bashortja ime Kela. Familja ime përbëhet nga mamaja, nga bashortja ime dhe nga vajza Iliana. Jemi një familje vogël, por me shumë dashuri brenda. Pa diskutim që jam i ndjeshëm si çdo njeri, sepse jemi qenie në radhë parë njerëzore, por si duket dozat artistike janë me teprisë tek unë, kështu që na rrëshqet edhe një lot. Them deri diku po. Sepse kur gjërat i fiton vetë janë më të vërteta dhe janë edhe në kohë zgjatin më tepër. Ndërsa kur t'i dhurojnë, që jo pak herë në art t'i dhurojnë. Në karrierë ka shumë vështirësi. Një këngëtare e madhe portugeze thotë që të merresh me art duhet të kesh lëkurën e trash. Që kështu domethënë unë ndjek që më është trashur lëkura nga sakrificat. Vajza gjithë tronditur me mendje të thikur, pa shpresa qartë. Me muzikë dhe me art unë do t'i ndaja. Në qoftë se do themi fitohen para me art, është shumë e vështirë në Shqipëri. Në qoftë se do themi që fitohen para me muzikë, fitohen. Jo, unë ndjej veten që jam brenda tregut, brenda një tregu i cili do zgjasë shumë, brenda një tregu që do mirëpresi vlerat dhe shpresoj që ata që më dinë jashtë tregut, ata do jenë jashtë tregut dhe unë jam brenda tregut. Diferenca është që unë këndoj për të krijuar vlerën dhe nuk këndoj për të marrur të ardhurat e momentit. Në shumicën e rasteve, duke shkëputur që në treg ka dhe realizime jashtëzakonisht mira që koha do t'i sjellë në pa, është një treg i cili nuk hyn në provim, sepse është një treg i cili vjen me kopje në provim. E përditshmja ime është një përditshme normale. Unë jam pedagog i kantos në Fakultetin e Arteve në Kristal. Kam angazhimet me studentët dhe pastaj mbasditja kuptohet që merrem me anën e karrierës time artistike. Studentëve jap këshill që të jem këngulës, të shfrytëzojnë çdo mundësi të talentit që kanë, të jenë njerëz që mos realizojnë kompromise në jetë
për sa i përket të bërit art. Jo më larg se para 2 ditësh, sepse duke qenë një personazh i ndjeshëm, siç më thatë, ka dhe momente që ndihem keq, që shikoj që rruga për të marrë martë është shumë e gjatë, ka shumë sakrifica dhe si çdo njeri ka momente që unë thyem, por janë thyrë të cilat bën të reflektosh edhe dofta me energji më të mëdha. Pa diskutim, jemi njerëz të gjallë. I kujtoj shpesh. Në momente të caktuara nga që këngët e mia i përkasin dashurisë, unë vendos lloj-lloj personazhesh. Kështu që ndonjë moment dhe ndonjë nga këto personazhe nuk është se i shpëton ndjesisë kur këndoj. Jo, bëj një detyrë fisnike shpirtërore për të rikthyer emocionet. Atëherë, sërish do t'i kthejmë tekstit të një këngë latine që thotë dhe unë i humbur i fitimtar. Poi pelo amor de una mulher que eu me fiz sonhador até a vida tão sofrida. E tjerë, është portugalisht. Në qoftë se do kisha një album, do ta veçoja, nuk do t'rregosha hipokrit, por janë 5 albume dhe nuk i veçoj. Tek i fundit, po do të veçoja. Do të veçoja Të kam zemër dhe Larg. Janë shumë fjalë thue në botë, që fluturojnë pa zot, unë basi në eter. Shpia të flas shumë gjatë nuk di, nëse më kupton ti, nuk jemi mirë. Që fluturojnë pa zot, unë basi në eter.